Stuhia Cristin goditi me forcë Portugalinë qendrore dhe veriore mëngjesin e së mërkurës, duke lënë më shumë se 800.000 banor pa energji elektrike dhe duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në infrastrukturë. Erëra që arritën deri në 150 km/h rrëzuan pemë dhe shtylla elektrike, dëmtuan banesa dhe bllokuan qarkullimin në autostrada dhe linja hekurëdhore. Bilanci paraprak i viktimave konfirmoi të paktën një person të vdekur në periferi të Lisbonës, pasi një pemë ra mbi një automjet me të cilin po udhëtonte. Sipas autoriteteve të mbrojtjes civile, janë raportuar rreth 1500 incidente të lidhura me motin ekstrem, përfshirë përmbytje lokale, dëmtime objektesh dhe ndërhyrje emergjente. Operatori i rrjetit elektrik do Portugali njoftoi se ekipe teknike janë angazhuar në terren për të rikthyer furnizimin me energji për rreth 855.000 klientë, megjithëse projektet fillestare janë vështirësuar nga kushtet e motit. Stuhia është shoqëruar edhe me rreshje bore në disa zona, një fenomen i rrallë për këtë periudhë në vend. Pas kalimit në Portugali, stuhia Cristin do të zhvendosë drejt Spanjës, e cila vion të përballet me pasojat e një sistemi të mëparshëm atmosferik. Stuhis Josef. Në qytetin bregdetar të Torremolinos, erërat e forta rrëzuan një palmë duke shkaktuar vdekjen e një gruaje. Autoritetet spanjolle raportuan se mbi 160 rrugë mbuluan nga bora, përfshirë 27 autostrada të rrjetit kryesor, mes tyre edhe aksi A6 që lidh Madridin me veriperëndimin e vendit. Bora mbuloi gjithashtu çatit e disa zonave të Madridit qendror, por pa shkaktuar ndërprerje të mëdha urbane. Agjencia Kombëtare e Motit e Spanjës, AEMET, paralajmëroi se zona të gjëra të vendit do të përballen me erëra shumë të forta, me shpërthime që në disa raste arrin forcën e uraganit. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të shpangin udhëtimet e panevojshme dhe të ndjekin udhëzimet e emergjencës.